Bara ibn Azib radiallahu anhu ka treguar: kunna 1400 يوم الحديبية والحديبية بئر فنزحناها. Ishim thot 1400 veta në Hudejbia. Dhe në Hudejbia thot është një burim. Dhe nga ky burim vendi ka marrë emrin Hudejbia. Kjo ka qenë në vitin e 6 të Hijretit. Profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij ishin nisur për të bërë umre, por idhujtarët i bllokuan, nuk i lejuan që të hyjnë në Mekë dhe u detyruan që të vendosen në Hudejbia pranë këtij burimi. Ngjarja është përmendur hollësisht në librat e sirës. Po unë do të përmend këtë hadith që lidhet me këtë pjesë. Pra, ishin pranë këtij burimi, siç tregon Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dhe thot, morëm ujin që kishte burimi edhe mbaroi uji. S'kishte më ujë burimi. Kishin nevojë për të pirë, por dhe për të dhënë ujë për të pirë kafshëve. Edhe i treguan profetit sallallahu alaihi wasallam se si ishte gjendja. Qala fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-bi'r. Pra aty ishte një pus dhe ata u vendosën pranë një pus. Ujin e pusit e nxorën edhe s'kishte më ujë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ul pranë pusit. Qala fajalasa ala shafiriha fada'a bima'in fatawadda'a wa madmada wa da'a thumma sabbahu fiha wa qala da'uha sa'atan. Mbasi ul pranë pusit, profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi që t'ia sillin një enë me ujë. Ja sollën një enë me ujë. Profeti sallallahu alaihi wasallam mori abdes, lau gojën, bëri lutje. Bëri lutje kuptohet që Allahu i lartësuar t'u ashtonte ujin. Pastaj ujin e abdesit, këtë ujë të bekuar, e hodhi në pus. Edhe u tha, lëreni për një kohë. E lanë diçka. Pastaj filluan të merrnin abdes, pilin ujë dhe t'u jepnin për të pirë kafshë. Dhe thot, kemi pi ujë dhe u kemi dhënë për të pirë kafshëve sa qem në Hudejbia. Dhe uji që i bollshëm që i mjaftueshëm për ta. Pra edhe kjo është një nga ato ngjarjet e shtimit të ujit. Allahu subhanahu wa taala e ka bekuar profetin sallallahu alaihi wasallam me këtë mirësi të madhe. I ka dhënë si mrekulli edhe shtimin e ujit. Dhe kjo mrekulli është dëshmi për vërtetësinë e shpalljes, për vërtetësinë e profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ishte edhe mirësi dhe bekim dhe ndihmë për muslimanët që të kishin mundësi të pinin ujë dhe t'u jepnin për të pirë edhe kafshë. Allahu shpëlbeft me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam.